Një komitet prej 3 antarësh nga një trup klerik i lartë i emëruar nga vetë Ali Khamenei 2 vjet më parë për të identifikuar pasardhësin e tij, ka përshpejtuar planet në ditët e fundit që nga sulmi izraelit ndaj Iranit dhe kërcënimin për të vrarë liderin veteran, thanë 5 burimet të brendshme që kanë njohuri mbi diskutimet për Reuters. Ali Khamenei, 86 vjeç, informohet rregullisht për bisedat sipas burimeve iraniane, për të kërkuar që të mbeten anonime për të diskutuar çështje tepër të ndjeshme. Ai është fshehur me familjen e tij që po ruhet nga njësi speciale të Gardës Revolucionare, tha një zyrtar i lartë i sigurisë. Establishmenti i qeverisës do të përpiqet menjëherë të emërojë një pasardhës në rast se Khamenei vritet, për të dhënë një sinjal stabiliteti dhe vazhdimësie sipas burimeve të cilat pranuan se parashikimi i rrugës politike të Iranit më pas është i vështirë. Një udhëheqës i ri do të zgjidhej për përkushtimin ndaj parimeve revolucionare të themeluesit të Republikës Islamike, Ayatollah Rouhani Khamenei, tha një burim i brendshëm që është afër zyrës së Khamenei dhe ka njohuri për diskutimet e pasardhësit. Në të njëjtën kohë, maja e pushtetit po shqyrtohet se cilët kandidat mund të paraqesin një fytyrë më të moderuar për të shmangur sulmet e huaja dhe kryengritjet e brendshme. 2 kandidatët kryesor janë shfaqur në diskutime për pasardhësin, thanë 5 burime. Djali Khameneit, 56 vjeç, i konsideruar prej kohësh si zgjedhje për vazhdimsi, dhe një pretendent i ri, Hassan Khamenei, nipi themeluesit të revolucionit islamik. Khamenei, alati afërt i fraksionit reformist që mbështet lehtësimin e kufizimeve sociale dhe politike, megjithatë gëzon respekt midis klerikëve të lartë dhe Gardës Revolucionare për shkak të prejardhjes së tij, shtuan burimet. Në mënyrë të përullur përsëri, shpreh se ky shërbëtor i vogël dhe i papërfillshëm i popullit iranian është gati të jetë krenarisht në çdo front apo skenë që ju të gjykoni të nevojshme, tha 53 vjeçari në një mesazh publik mbështetës për udhëheqjen e lartë të shtunën, pak orë para se Shtetet e Bashkuara të bombardonin objektet bërthamore të Iranit. Khamenei është shfaqur si kandidat serioz këtë muaj në mes të konfliktit të Izraelit dhe Amerikës, sepse ai mund të përfaqësojë një zgjedhje më pajtuese si në planin ndërkombëtar, ashtu edhe në brendësi, ndërsa Khamenei tha 5 burime. Në kontrast, Khamenei ngjitet të ngushtë politikave të ashpra të babait të tij, sipas burimeve të cilat paralajmëruan se asgjë nuk është vendosur. Kandidatët mund të ndryshojnë dhe vetë udhëheqësi i lartë do të ketë fjalën përfundimtare. Megjithatë, me konfliktin ushtarak që vazhdon, mbetet e paqartë nëse një udhëheqës i ri mund të zgjidhet lehtë apo do të vendoset në mënyrë të sigurt, ose nëse ai mund të ushtrojë nivelin e autoritetit që ka Ayatollah Ali Khamenei, shtuan ata. Sulmet izraelite kanë vrarë gjithashtu disa nga komandantët më të lartë të Gardës Revolucionare të Iranit, duke komplikuar potencialisht dorëzimin e pushtetit, pasi kjo forcë elitare ushtarake ka luajtur prej kohësh një rol qendror në sigurimin e sundimit të udhëheqësit të lartë. Zyra e Khameneit dhe Asambleja e Ekspertëve, trupi klerikal, nga i cili u përzgjoll Komiteti i Pasardhësisë, nuk ishin në dispozicion për komente. Planifikimi për një dorëzim eventual po bëj prej kohësh për shkak të moshës së Ali Khamenei dhe shqetësimeve të gjata për shëndetin e një lideri që ka dominuar të gjitha aspektet politike iraniane për dekada, thanë burimet. Urgjenca e kësaj detyre u theksua në shtator, ku Izraeli vrau liderin e Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, një aleat i ngushtë i Khameneit, dhe planifikimi u përshpejtua ndjeshëm këtë muaj pas sulmeve izraelite në vendet bërthamore të ndjekura nga sulme amerikane gjatë fundjavës. Ne dim saktësisht ku është duke u fshehur udhëheqësi ashtu quajtur i lartë, paralajmëroi presidenti amerikan Trump në rrjetet sociale javën e kaluar, duke kërkuar dorëzimin pa kushte të Teheranit. Ai është një qëllim i lehtë. Khamenei nuk ka shprehur publikisht asnjë preferencë për pasardhësin e tij. Burimet thanë se ai kishte kundërshtuar disa herë idenë që djali i tij ta merrte pushtetin në diskutime për pasardhësin, në të kaluarën duke u shqetësuar për çdo sugjerim të kthimit të Iranit në një sundim trashëgimor, si ai që përfundoi me rrëzimin e shahut në 79-ën. Roli i udhëheqësit të lartë u krijua pas revolucionit dhe më pas u përfshi në kushtetut, duke i dhënë një kleriku të lartë autoritetin përfundimtar për të drejtuar presidentin dhe parlamentin e zgjedhur.